Ju përshëndes. A e dini se kush është klinika mendore më e famshme në botë dhe sa kushton? Do habiteni. Jam i bindur për këtë. Ndaj ndiqeni me kujdes. Por së pari doja t'ju pyesja, padyshim shumë prej jush e kanë dëgjuar këtë edhe në videot e mëparshme. Por dua t'ju pyes, kush është sëmundja e shekullit? E dini? Sëmundja e shekullit është mendja. Pra ajo ndoshta ju duket paradoksale, por është pikërisht sëmundja e shekullit, sepse në një moment që njeriu ka bërë një zhvillim total, pra kaq të madh, merreni me mend që tani kanë filluar problemet mendore, sepse stresi është ai që krijon problemet e rënda. Duke filluar nga stresi, fillojnë edhe patologjitë. Pra fillon patologjia dhe pastaj kalon në sëmundje të pashërueshme. Merreni me mend, 70% të sëmundjeve kryesisht të trupit njeriut vijnë nga stresi. Dhe janë pikërisht disa varësi. Njeriu i zhvilluar ka varësi nga të gjitha anët tashmë. Dikur nuk ishte asgjë dhe s'kishte varësi nga asgjë, vetëm nga puna. Kurse tashmë ka varësi nga duhani, varësi femrash, që të ketë sa më shumë femra, varësi të parave, një duhet jetë i pasur, ai ka varësi, do vetëm të jetë i pasur asgjë tjetër. Varësi të makinave të bukura, varësi të vilave, varësi të jetës, varësi të fëmijëve, varësi pa fëmijë, varësi të çdo gjëje. Dhe pikërisht ky është problemi i madh. Dhe kohët e fundit milionerët e kanë kuptuar. E kanë kuptuar dhe tani kërkojnë që të ndihmojnë, pra të parandalojnë problemet e mëdha, pra ato patologji që ju thash më përpara. Ndaj ndiqeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Duhet të dini që në Zvicër është klinika më e famshme në botë, por që nuk flitet shumë. Dhe ajo që kushton më shumë, thash do habiteni se sa kushton, quhet Paracelsus Recovery. Paracelsus Recovery është një klinik që ti mund të shkoj vetëm një pacient. Normal, jo pacient të thjesht, sepse në ditë kushton 15.000 euro. E dëgjohet mirë. 15.000 euro në ditë. Dhe terapia fillon nga 1 javë deri në 4 javë. Kryesisht është 4 javë, por e bëjnë edhe atë terapinë e shpejtë të quajtur kështu, edhe 4 javë. Më falni, edhe 1 javë. Dhe këto terapi bëhen me specialistë të mëdhenj. Pra brenda ka 6 ose 7 specialistë të gjitha fushëve. Ka kirurg, ka psikolog, ka terapist, ka parapsikologji, ka me një fjalë parapsikolog, ka edhe mjek naturopata, me një fjalë ai që të kontrollon këto shputat e këmbëve, duarve, fytyrën, ecjen, të gjitha. Pra një pacient shkon atje dhe fillon, me fjalë fillon që nga momenti që ai kërkon që të ndihmohet. Dhe normal që duhet të pagoj një shifër fillimisht, me një fjalë një shifër paraprake para se të shkoj, dhe pastaj e marrin në aeroport. E çojnë në vend me një autist, pastaj fillojnë dhe i bëjnë pyetjet e para me një psikolog, dhe pastaj fillon terapia me terapistin. Terapisti qëndron tek ky, me fjalë ndonë se kjo është një vilë e madhe, si mund të quhet, një vend ku rikoverohen, me pak fjalë, por ai ka të gjitha ambientit janë të tij. Por e ndan ambientin, ndonse në dhomën tjetër, në një dhomë më tej, qëndron terapisti, që është mjek e përsërisë edhe një specialist psikolog, dhe ai rri 24 orë me të, sepse duhet që të komunikojnë së bashku, han bashk, me fjalë në një tavolinë, njëri në një fund, njëri në ana tjetër e tavolinës, dhe i tregon se çfarë probleme ka. Dhe nga ai moment fillon terapia. Terapia që ndahet sepse mblidhen të gjithë, bëjnë një mbledhje të posaçme, të gjithë specialistët dhe thonë ky ka këtë, i bëjnë një listë, sepse shkruajnë ata në momentin që i bëjnë pyetjet. Dhe me të gjitha ato të dhëna, ata fillojnë që e ndihmojnë. Pra me pak fjalë shërojnë. Dhe duhet të dini që ka një listë gjatë të aktorëve të famshëm, politikan, shkencëtar, profesor, bile lexova që disa profesor të kohëve të fundit, duke filluar që nga matematikan e tjerë, kanë probleme të rënda dhe shkojnë pikërisht atje. Po flasim për njerëz të famshëm, nuk dua të bëj emra tani, por edhe aktor të famshëm, madje edhe politikan. Bile tregohet që pas ka qenë edhe një politikan shqiptar. Tregohet, por ka qenë atë një javshen, tani se sa ka paguar unë nuk e di.
por tregohet që është një politikan. Nuk dua të nënvizoj se për kë bëhet fjalë, e gjeni nëse sepse ka tash e themi për këtë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mallzi, njëri nga këta, dhe ka shkuar pikërisht pra në një vend të tillë sepse kishte probleme të forta që mund ta çonte në depresion total, ishte depres, por po ta çonte në depresion total nuk do të kishte më rekuperim. Me fjalë mund të krijonte patologji të rënda që ti i merrte jetën. Dhe çfarë duhen parat nëse të merr jetën? Pra ndoshta ai ka shpenzuar, merrni me mend tani, një javë mund të ketë shpenzuar $100,000 për shembull, $100,000 për tu sistemuar, dhe tregohet që ka patur efekte, sepse fill pas asaj kohe që ka qenë në Zvicër e përsëris, pas 3 muajsh pavarësisht doli krejt ndryshe në për rrjetet sociale, në për me fjalë që e shikonim, por edhe në për media. Dhe nuk dua të përqendrohem te kjo, por dua të përqendrohem tek Paracelsius. Paracelsius, siç u thash, është klinika e parë në botë që ka një pacient, vetëm një. Dhe ai pacient është super i kontrolluar. Dhe në fund të këtyre terapive, rezultatet kanë dalë marramense. Dhe unë tani doja t'ju pyesja juve, sepse i bën një pyetje njërit nga këta, një që nuk dolnte që të dukej, të shfaqej, por ishte një politikan gjerman, me sa e kuptova, dhe ai tha, çdo gjë, kur e morën për pasi, ai kishte bërë terapin, tha, me terapie tha unë dolla, por nuk e dija, sepse nuk kisha në gjendje që të njihja realitetin që isha jashtë, sepse unë jam rritur në një familje politike, dhe jam rritur me frymën politike dhe nuk e njihja realitetin. Po të njihja realitetin, çdo gjë e gjej këtu jashtë. Pra, tha në intervistë ky politikani, që do të thotë që ti çdo gjë e ke këtu. Pra, për shembull, ti nëse je i etur për para, nuk ke nevojë për të gjitha ato para. Ti ke nevojë vetëm të jetosh, sepse përse është jeta? Po ja u them sepse unë dua që të përqendrohem pikërisht te kjo. Pra, nëse njëri për shembull është jetur për para, të bëj para pafund, e di që dikush nga ju do thotë, unë dua para, nuk është ajo lumturia. Nuk është paraja lumturia. Nuk është normal që duhen, nevojiten, por nuk është ajo lumturia. Lumturia nuk është që të kesh femra pafund, sepse ti ke, me fjalë mersa, po në fund fare nuk ke asgjë, sepse asnjë nga këto do të jetë ajo që do të kaloj jetën me ty. Dhe kur vin momenti pastaj që ti plakesh, kush do të rri? Afër, askush. Pra, nuk është ajo lumturia, ti duhet të insistosh të gjesh njeriun e duhur që të doj dhe ta duash. Por ti duhet të impenjohesh, të inkurajohesh, pikërisht pra nga këto gjëra, sepse si thaj politikani, çdo gjë e gjejmë këtu. Pra, nuk ka nevojë që të shkojmë të bëjmë terapi. Pse e tha këtaj? Sepse pikërisht në këto terapi që bëhen, të thot vetë psikologu ose njerëzit që me fjalë specialistë që janë aty të informojnë që ti nuk ke nevojë për atë. Pra, ky është në sintezë problemi që kanë njerëzit kryesisht. Tjetra, kush ka varësi nga duhani? Për shembull, një shoqja jon u sumur rënd, nuk ka shumë, ka pak, që është u sumur rënd dhe e çua në spital. Merreni me mend, i tha mjeku, nga sot nuk do pish më duhan, tha, sepse paktën për 3 muaj nuk duhet pish më duhan. Kanë kaluar 6 muaj. Ajo nuk do që të pi më duhan. Pse? Sepse kuptoi që duhani nuk sjell asgjë. Rëndësia është shëndeti. Pra edhe këtu lumturia nuk është duhani. Ti mund të kalosh disa minuta me duhanin, por nuk është ai. Çdo gjë për çdo gjë, për çdo varësi pra, është e rëndësishme që ta jetosh jetën ashtu siç është, sepse varësia, ndaj dhe quhet varësi, është kalon në ekstrem. Është edhe disa që kanë, për shembull, në këtë klinikë shkojnë dhe ata që kanë varësi nga ushqimi. Pra super obez, që është një nga problemet kryesore. Dhe sepse kryesisht 70-80% e popullatës janë obez tashmë. Merreni mend që deri nga viti 2000 e këtej ka ndodhur kjo, sepse para vitit 2000 ishin vetëm 30%, 32%. Është tmerr ta mendosh. Merreni mend tani si do të shkoj pas vitit 100. Do të jemi gjithë nga 100 kg, sepse do të trashëgohet në ADN. Dhe brez pas brezi do rriten fëmijët që do jenë 50 kg që në barkun e nënës. Pra, varësia është në radhë të parë është stresi që të kanë krijuar tani
në shoqërinë që gjendesh dhe duke krijuar këtë stres sepse ti duhet të jesh më mirë se ai tjetri, rivaliteti, më mirë se ai, më shumë para se ai, më shumë femra se ai, më shumë fëmijë se ai, më shumë, ose më shumë shtëpi se ai, dhe kjo duke qenë një varësi kthehet në patologji dhe kthehet në stres të rënd, që stresi kalon pastaj edhe në sëmundje tjera. Pra, në sintezë, atë çka po bëjnë atje që pagojnë 15.000 euro një ditë që ti për një ditë që ti ha atje sepse ka brenda restorante, bar, brenda, me një fjalë, me një njerëz që i bën çfarë të dojë ai. Me një fjalë ti kërkon çfarë të duash dhe ata të gatuajnë çfarë të duash. Pra, mëngjes drek dark ha atje, fle atje, jeton atje para aq ditë sa ke paguar dhe terapit i merr aty. Dhe në fund del pothuaj 90% del shkëlqyeshëm. Këto janë pra të dhënat statistikat e këtij Paracelsus recovery. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ju do t'i pagonit këto 15.000 euro në ditë në qoftë se do të kishit strese të mëdha dhe probleme të rënda dhe në qoftë se do të ishit milioner, më thoni. Unë personalisht jo. Do t'ja u them atë që thash më përpara, sepse thash listën më përpara. Pra, për mendimin tim, veç duhet patur kujdes në jetë. Duhet jetuar jeta në të gjitha anët, në të gjitha aspektet e saj. Sepse kjo është jeta. Nuk duhet patur me fjalë etje të madhe për çdo gjë. Sepse jeta e tjetrit apo të familjarëve ikën, ecën. Dhe ti nuk e kap dot më. Pra, jetoj jetën ashtu siç është dhe jetoj ashtu siç vjen dhe jo shumë i stresuar. Sepse stresi më përpara s'kishim për të ngrënë, pse duhet kemi stres tani? Hajde, kalofshi bukur dhe mbajeni mend. Mos sugjeroni shok tuaj të shkojnë te kjo Paracelsus recovery se nuk, për mua nuk vlen. Kalofshi bukur.